Cilat janë 3 teoritë e konspiracionit të cilat janë më të besueshme, apo se cila ka vërtetësinë? Ka shumë, por ajo që është më e besueshme dhe që do vërtetohet shumë shpejt, më shumë, është teoria e të shkuarit në hënë. Pastaj kullat binjake, pastaj klonimi, që është në rrugën për tu parë që është real. Absolutisht. Unë nuk mendoj se ka më personat e cilët kanë dyshime për pjesën nëse është reale apo jo. Sepse shumë vite përpara ato sa e çmendur, si Bideni është i klonuar. Jo, ndërkohë Bideni njëri kishte veshin ngjitur, njëri të fshitur, njëri një sy kështu, njëri kështu, domethënë brenda muajit nuk ndryshon njeriu. Janë njerëz që prandaj them janë detaje që janë edhe fizike të dukshme, jo më ti shikosh për tej. Në fakt unë mendoj që mund të ketë vend për diskutim fakti se sa persona janë të përfshirë domethënë në pjesën e klonizimit apo sa persona të klonuar hasim përgjatë për dëshmërisë tonë, se nuk mendoj që është më në kurse të diskutimit vërtetësia apo jo. Gjithsesi, unë jam shumë kurioze të di pse në periudha krizash shtohen to teoritë e fakteve mistike, të konspiracionit, është mbase një presion i shtuar që i bëhet masës popullatës për të fshehur diçka tjetër? Është një lloj arratisje nga realiteti. Dhe pjesa më e madhe bien pretë. Pjesa më e madhe e skenës konspiracionit janë të futur ose të infiltruar në këtë pjesë për të bërë boomin dhe për të futur sa më shumë frikë. Unë asnjëherë nuk kam dashur që të përhap panik në njerëz për këto gjëra, sepse thjesht kam dashur që njerëzit të kenë një vështrim kritik dhe dyshues ndaj gjërave që shikojnë.